Moti i keq me rreshje të dendura fshiu që ka përfshirë rajonin e Lezhës që prej mbrëmjes të shenjtës ka krijuar probleme me furnizimin me energji elektrike kryesisht në fshatra. Sipas të dhënave, dëmtimi i linjave ka sjellë mungesë energjie në fshatrat e njësisë administrative Kallmet, Blinisht, Dajç dhe në disa zona të tjera të Bregut të Matit. Kjo situatë është krijuar që prej mesnatës së kaluar, ndërsa punonësit e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike OSHE ndodhen në terren dhe po punojnë për identifikimin dhe riparimin e defekteve të shkaktuara, me qëllim rikthimin sa më parë të energjisë në zonat ku janë krijuar probleme. Ndërprerjet e energjisë elektrike janë kthyer në një refren të vazhdueshëm në shumë zona të Lezhës, për shkak të rrjetit të amortizuar, i cili është një rrezik serioz edhe për jetën e qytetarëve dhe vetë punonjësve të OSHE-s. Paraditën e shenjtës, një elektricist humbi jetën në shtyllë pasi ra në kontakt me energjinë në tentativë për të riparuar një defekt në zonën e Rrilës.